Pra mallkimet të zëvendësohen me bekime, por që këto mallkime të zëvendësohen me bekime në linjën e gjakut të familjes time, që është jo vetëm gruaja, por janë fëmijët e mi dhe nipërit e mi dhe nipërit dhe nipërit e nipërit që do të vijojnë më pas, unë jam hallka që duhet të kpus linjën e mallkimit në zinxhirin e gjatë të paraardhësve të mi. Si mund ta kpus unë këtë hallk? Vetëm nëpërmjet rrëfimit të mëkatit tim përpara Perëndis dhe pranimit të Krishtit si shpëtimtar dhe Zot. Krishti është këputja e mallkimit. Krishti na çliron nga mallkimi, thot Bibla. Dhe Krishti na jep mundësinë për fillime të reja. Kështu që, nëse deri dje keni menduar që trupi im zgjedhja ime, e çam duhet mua se çfarë thon tjerët për mua, mjafton që unë të jem happy i lumtur dhe të jetoj një jetë hedoniste. Në fund fare do pendohem, siç më tha një moderator vite më parë, një gazetar, o pastor, tha, pra aq kohë sa unë do të kem ty, edhe përpara momenteve të fundit të shtratit tim të vdekjes, po të thras, a do vish? Patjetër thash që do vi. Atëherë tha do i fusin të pendume në fund edhe do shpëtoj. Mirë, po deri në fund, derisa të mrish në fund, dhe fundi mund të jetë tani, por mund të jetë edhe mas 20 vjetësh, ne nuk e dim. Jeta jote në mëkat do të jetë para kusht i kësaj që neve sapo themi, i përcaktimit të fateve të pasardhjes tënde të një jete jashtë vullnetit të Zotit, për të përftuar gjykimin në vend të bekimit. Pra, mëkati i Kamit nuk ishte thjesht akt momenti, por ishte qëndrimi i zemrës ti. Mallkimi nuk bie drejt për drejt mbi Kamin, por mbi Kananin, të birin, pasardhësin e tij, dhe kjo na çon tek e vërteta e thellë, mëkati personal mund të prodhojë pasoja transbreznore. Kjo është historia e Kamit. Mëkati personal i një njeriu mund të prodhojë pasoja transbreznore. Te kapitulli 10 shohim zhvillimin e këtij mallkimi në histori nga Kanani. Dalin popull që më vonë njihen për idhujtari ekstreme, refuzim të Zotit të Abrahamit, praktika morale degraduese, rebelim të vazhdueshëm ndaj Zotit, popull që marrin gjykimin e Zotit mbi vete. Qytete si Sodoma dhe Gomora, miq, nuk janë aksidente historike. Qytetet e Sodomës dhe Gomorës nuk janë pasardhësit e Semit, as të Jafetit. Pse? Sepse mëkati i një pasardhë, i një paraardhësi mund të bëhet parakusht i një kulture të re, mendimi, veprimi, një sjellje të re, mëkati institucionalizohet si institucion, njerëzit jetojnë pa kufi moral dhe pa perëndi në jetën e tyre. Mëkati që nuk përballet, institucionalizohet. Kamit nuk i shohim pendim askund. Nuk thuhet që Kami u pendua. Nuk ka reflektim në jetën e tij, nuk ka kthim tek Perëndia. Dhe kur mëkati nuk përballet, ai kalon nga individi tek struktura, nga një akt në një kulturë, nga një moment tek një sistem, nga një njeri në një qytetërim